Dizajni gjenial I nëndetëseve narkotike. Kjo është një narko-nëndetëse, një automjet detar I fshehtë I projektuar për të transportuar droga Amerika e Jugut në SBA dhe ndonjëherë edhe në Evropë. Gjatë dekadës së fundit, autoritetet kanë kapur mbi 200 të tilla, por ka shumë më tepër. Sot do të hedhim një vështrim në 4 modele të ndryshme, duke filluar nga ato të thjeshta deri te ato transatlantike me teknologji të lartë. Si funksionojnë këto nëndetëse? Si I shmangen zbulimit dhe çfarë bën roja bregdetare për t'i kapur ato? Ka shumë mënyra për të kontrabanduar kokainë në tregjet me fitim të lartë të SBA-s dhe Evropës. Çdo vit, autoritetet sekuestrojnë qindra ton kokainë para se të arrijë në rrugë dhe shumë ton të tjerë I kalojnë ato. Në këtë lloj maceje me miun, kartelet vazhdimisht dalin me mënyra të reja për të shpërndarë produktin e tyre. Në fillim, narko-nëndetëset bëheshin për udhëtime të shkurtra, por me kalimin e kohës, prodhimi I tyre u profesionalizua. Një industri e fshehur filloi të lulëzonte. Ky është Oscar Moreno Ricardo. Autoritetet kolumbiane I quajnë atë mbreti I gjysmë nëndetëseve. Thellë në xhunglën e dendur kolumbiane, I fshehur përgjatë një lumi, ai drejton një kantier detar klandestin shumë larg mundësive të autoriteteve. Në vende si ky, Ricardo dhe konkurrentët e tij ndërtojnë nëndetëse që mund të udhëtojnë mijëra kilometra përtej oqeanit duke mbajtur tonelata kokainë. Këto narko-nëndetëse janë projektuar të mbeten të fshehura, por ka momente të ralla kur hedhim një vështrim në botën e tyre. Tani, le të zhytemi në nëndetësen tonë të parë. Kjo është një narko-nëndetëse shumë tipike. Ato filluan të dukeshin kështu në fund të viteve 2000 dhe ende I gjenden sot. Është afërsisht 14 metra e gjatë dhe nuk është një nëndetëse e vërtet. Përkundrazi, është një anije ashtu quajtur me profil të ulët. Pjesa e sipërme mbetet e dukshme mbi vijin e ujit. Ngjyra e saj përzihet me detin. Për shkak të lartësisë së saj të ulët, sistemet e radarit e kanë të vështirë ta zbulojnë atë. Aktualisht, ajo është në rrugë drejt Amerikës Qendrore. Brenda anijes së ngushtë, 5 burra ulen në ishtje të tensionuar. Her pas here, zhurma e ulët e motorit me naftë pulson nëpër trupin e anijes, ndërsa I shtyn ata përpara me 16 km/h. Nëndetësja është e ndarë në 3 ndarje. Mesi është zona e ekuipazhit, është e rrallë dhe e pakëndshme, me shtredër të ngjitur fort së bashku dhe një kapak të vetëm sipër për hyrje. Në pjesën e pasme, motori me naftë gjëmon, duke vibruar kundër mureve të holla prej fiberglasi. Është e vendosur pas ndarjes së ekuipazhit në mënyrë që ata të kenë akses në të për riparime. Përpara, ambari I ngarkesës është I mbushur plot me qese kokaine, 7 presje 7 ton, për të qenë të saktë. Ekuipazhi përdor peshën e drogës, karburantit dhe motorit. Ngarkesa në bord do t'i sjellë kartelit një shumë të majme nëse nëndetësja arrin në destinacionin e saj. Një avion patrullimi detare dallon narko-nëndetësen dhe menjëherë njofton në rojën bregdetare të SBA-s. Ata po operojnë në ujëra ndërkombëtar. 2 anije të vogla dhe një helikopter nxitojnë për të kapur anijen. Pasi janë brenda rezes, oficerët e rojës bregdetare hidhen në anije dhe trokasin në derë miqësisht. Ata kapin 5 kontrabandistë së bashku me kokainën me vlerë mbi $200 milion. Nëse forcat e rendit nuk do të kishin vepruar kaq me vendosmëri, kontrabandistët mund kishin hapur valvulën e mbylljes, një mekanizëm I fundit që përmbyt nëndetësen dhe I dërgon atë të zhytet në fund të oqeanit së bashku me të gjitha provat e saj. Ky ekuipazh pati një udhëtim relativisht të shkurtër, të tjerë udhëtojnë gjysmën e botës. Ndërsa narko-nëndetëset përdoren padyshim për krimin e organizuar, inxhinieria dhe zgjuarësia pas dizajnit të tyre janë padyshim të jashtëzakonshme. Nëse keni dashur ndonjëherë të ndërtoni aftësitë tuaja në këto fusha, sigurisht në anën e duhur të ligjit, Brillant është një vend I shkëlqyer për të filluar. Mësimet e tyre interaktive e bëjnë të lehtë mësimin e aftësive të reja, qoftë fizik, matematik, programim apo inteligjencë artificiale. Çdo mësim është tërheqës dhe argëtues. Mund ta personalizoni përmbajtjen dhe të punoni me ushtrimet sipas ritmit tuaj. Bëni një quiz të shkurtër kur të regjistroheni dhe do të merrni përmbajtje që përputhen me nivelin e aftësive dhe interesave tuaja. Me mësimet shkencore të Brillant,
Do të eksploroni fizikën e jetës së përditshme, do të zhyteni më thellë në parimet mbi të cilat mbështeten nëndetëset. Një pjesë tjetër e Amazonës, një anije narkotike niset pranë Manaus në Brazil dhe po shkon drejt Macapa, grykës Amazonës. Kjo gjysmë nëndetëse është mbi 20 metra e gjatë dhe i zhvënovka Che. Brenda Ches ulen 3 burra, Agustin Alvarez, një boksier spanjoll dhe kapiteni i anijes, dhe 2 burra ekuadorian. Ata janë gati të kalojnë Atlantikun, duke udhëtuar me rreth 19 km/h. Ata do të përshkojnë afërsisht 6.000 deri 12.000 km nga pylli tropikal brazilian deri në Evropë. Pa GPS dhe vetëm me një busull për t'i udhëhequr, do të duhen rreth 2 javë për të arritur në destinacionin e tyre, nëse gjithçka shkon sipas planit. Kjo nëndetëse narkotike është shumë e ngjashme me të parën tonë, por është më moderne dhe më e madhe. Ajo gjithashtu ka 3 ndarje, motorin në pjesën e pasme, ekuipazhin në mes dhe ngarkesën përpara. Pothuajse gjysma e madhësisë së nëndetëses është e rezervuar për karburant. 3 rezervuar masiv që mbajnë 20.000 litra, duke siguruar që anija të mund të bëjë udhëtimin e gjatë. Burrat nuk kanë shtretër të përshtatshëm dhe përdorin qese plastike si tualete. Për ushqim, orizit ose konservave me sardele, ka vetëm një vend të përshtatshëm, kështu që 2 burra duhet të shtrihen gjatë gjithë kohës. Burrat përballojnë 3 stuhi dhe pothuajse përplasen me një anije më të madhe, por më në fund arrin të kalojnë Atlantikun. Megjithatë, fati nuk është në anën e tyre. Pas 27 ditësh, nëndetëse si mbaron karburanti. Udhëtimi zgjati 2 herë më shumë se sa ishte planifikuar për shkak të kushteve të detit. Ata nuk mund ta dorëzojnë drogën në një anije tjetër. 2 përpjekje për t'u takuar me anijen e kartelit dështojnë. Si mjeti i fundit, Alvarez kontakton një mik të vjetër nga qyteti i tij i lindjes, Vigo, duke shpresuar për ndihmë për shkarkimin e kokainës, por edhe kjo dështon. Ata udhëtojnë pranë bregdetit të Galicisë dhe fundosin anijen. Ekuipazhi përpiqet të largohet, por forcat e rendit i kanë pikasur tashmë. Policia spanjolle e ngre nëndetësen e fundosur dhe e konfiskon. Ata gjejnë 3 tonë kokainë me vlerë rreth $100 milion. Sa herë që një prej tyre kapet, një kartel humbet shumë para, arsye mjaftueshme për t'i inovuar. Ndryshe nga shumica e nëndetëseve të vërteta ose nëndetëseve detare, ajo nuk është ndërtuar nga çeliku ose metali, është ndërtuar nga tekstil me fije qelçi. Një motor nafte furnizon me energji nëndetësen, ndërsa një generator në bord siguron energji elektrike për sisteme të ndryshme. Duke përfshirë një kamerë të montuar në majt të tubit, kështu që ata gjithmonë kanë një ide se çfarë ka përreth tyre kur janë në ujë, rezervuarët e balastit lejojnë që ajo të thithë ujë dhe të zhytet më thellë kur vihet re rreziku. Brendësia duket e ngushtë, por e sofistikuar. Ka një tualet bazë dhe një lavaman, luks të vogël, që i bën udhëtimet e gjata më të durueshme për ekuipazhin. Nëndetësja me tubajri mund të transportojë deri në 8 tonë kokainë, duke transportuar ngarkesën e saj të palishme mijëra kilometra nga Kolumbia në destinacione si Meksika ose më gjerë. Deri më tani, asnjë prej këtyre nuk është kapur ndonjëherë në det, por ne e dimë se ata vazhdojnë të ndërtojnë ato, sepse ato që kemi gjetur, si kjo, u kapën në tokë. Mund të nxjerrim përfundimin se ato duhet të kenë qenë shumë të suksesshme, dhe kjo ka kuptim. Avionët patrullues do ta kenë shumë të vështirë ta dallojnë këtë nëndetëse. Përmes sistemit të saj të kamerave, ajo mund të manovrojë përreth dhe t'i shmanget anijeve të rojës bregdetare me një finesë shumë të madhe. Fakti që një makinë kaq komplekse ndërtohet në një xhungël në mes të asgjës është i jashtëzakonshëm. Këto kandire detare janë larg zinxhirëve tradicional të furnizimit ose objekteve moderne. Narkonëndetëset projektohen dhe ndërtohen në mbikëqyrjen e ndërtuesve mjeshtër. Këta janë partizan, shumë të aftë teknikisht. Janë dizajne mbërselënse në kuptimin që, ndërsa mund të duken shumë të dobta dhe minimale, ato janë shembull i përsosur një produkti minimal të qëndrueshëm. Këto nëndetëse duhet jenë mjaftueshëm të mira për transportuar me siguri ngarkesa jashtëzakonisht të shtrenjta mijëra milje, por në të njëjtën kohë ato duhet ndërtohen me materiale shumë bazike. Jo shumë njerëz janë të aftë ta bëjnë këtë. Këta ndërtues mjeshtër ka vetëm një numër të caktuar prej tyre, dhe ne mund ta kuptojmë, sepse secili projektues ka një lloj firme.
Ata kanë mënyra të caktuara për të zgjidhur problemet që zbulohen në dizajne, dhe njëri prej këtyre ndërtuesve i tejkalon shumë të tjerët. Në nëntor të 2020-s, forcat e rendit asën diçka të jashtëzakonshme në xhunglën kolumbiane, një narkonëndetëse plotësisht të zhytshme 12 metra të gjatë. Nuk ka depozit karburanti dhe as motor nafte në pjesën e pasme. Në vend të kësaj, nëndetësja streon në 10 tonë bateri që furnizojnë me energji 2 motor elektrik. Ky është kulmi i zgjuarsisë së narkonëndetëses. Ndërtimi kushton afërsisht $1.5 milion. Kjo nëndetëse është jashtëzakonisht e vështirë për të zbuluar. Në fakt, nuk është gjetur kurrë në veprim. Autoritetet kanë zbuluar vetëm këtë shembull të vetëm në xhunglën kolumbiane, por ka shumë të ngjarë të ketë shumë më tepër prej tyre në ujëra. Mund të dalim në përfundimin se është jashtëzakonisht e suksesshme. Ashtu si të tjerat, të gjitha narkonëndetëset janë statistikisht të suksesshme, shumica ja dalin ban, por këto janë edhe më të vështira për t'u gjetur dhe nuk janë parë kurrë në natyrë. Kjo narkonëndetëse është provë se kontrabandistët e drogës vazhdojnë të projektojnë anije të reja dhe të sofistikuara për të transportuar drogën në tregje fitimprurse. Trendi ka qenë drejt ngarkesave më të vogla, ato mbajnë më pak drogë se sa më parë, por ka më shumë prej tyre. Në të vërtetë bëhet fjalë për optimizimin e linjave të tyre të furnizimit dhe nxjerrjen e drogës në treg, duke minimizuar rreziqet. Kur nëndetësja të përfundojë misionin e saj, ajo mund të përfundojë këtu, në një varrezë masive narkonëndetësesh në fund të oqeanit, sepse pothuajse të gjitha ato janë ndërtuar vetëm për një udhëtim të vetëm. Një tjetër pasardhës i denj ka shumë të ngjarë ta ketë zënë tashmë vendin e tij. Diku në thellësitë e xhunglës kolumbiane, një gjeni i ri po punon tashmë në gjeneratën e ardhshme të narkonëndetësve, më të përparuara, më të sofistikuara dhe të projektuara për të mposhtur taktikat më të fundit të zbatimit të ligjit.